Këtu është horoskopi i enjtë 29 maj 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Trimat kanë ndryshuar jetën, rolet, oraret e tyre, duke vënë në dyshim gjithçka. Jini të vëmendshëm ndaj një antari të familjes që nuk I ka shkuar mirë kohët e fundit. Demi. Ata që ju premtuan dete dhe male në dashuri, tani po mendojnë ose hezitojnë. Mosmarrëveshje për një çështje biznesi me një koleg dhe mund të nervozoheni me një shef. Binjaket. Besoj shumë se ka ardhur koha të përveshni mëngët dhe të përpiqeni të arrini qëllimin që I keni vënë vetes. Edhe nëse diçka është mbyllur, ju mund të filloni përsëri, me të vërtetë, është një nxitje për të bërë më shumë. Gaforja. Bëni një analizë të gjërave që dëshironi të çoni përpara, sot nuk është e mundur të përfundoni gjithçka që dëshironi. Duhet të jeni të kujdesshëm në dashuri, është e lehtë të debatoni për arsye të parëndësishme ose të shpërqendroheni pa nevojë. Luani. Është një ditë e bukur, jeta praktike po rrihet dhe në çdo rast po I afrohemi një faze shumë intriguese për sa I përket projekteve personale. Virgjeresha. Moment I bukur për zemrën tuaj. Në këto ditë mund të keni kontakte për të nisur një punë të re, ose do t'ju duhet të përballeni me një rrugë të re jete. Peshorja. Ditë bindëse. Ata që tashmë kanë një histori mund të kenë vendosur të martohen ose të kenë një fëmijë. Akrepi. Të jesh në gjendje të bësh gjithçka është e vështirë, ju jeni më pak të disponueshëm dhe shumë të hutuar. Dëshironi të kompensoni kohën e humbur, mos u zemëroni për të provuar partnerin tuaj, në fund vetëm ju jeni lënduar. Shigjetari. Çështjet e parave mund t'ju shqetësojnë. Është sikur ju mungon dikush, edhe nëse jetoni me një njeri të dyshimt, nëse jo një tradhti të paktën një largim. Britsjapi. Në punë është e pranishme një farë lodhjeje, nuk këshillohet të nxisni konfliktet me shefat. Përballja me të tjerët ndihmon, ju shpesh mbylleni veten në arsyetimin tuaj që mund të bëhet një bllokim I pakapërcyeshëm. Ujori. Stresi që e bën veten të ndihet ndonjëherë ka lodhje. Mundohuni të rregulloni mendimet tuaja sot dhe mbani nervat tuaja të qëndrueshme. Peshqit. Një klim konfuzioni gazmor, një element që nuk ju shqetëson, siç jeni mësuar të vlerësoni kaosin krijues. Favorizohen takimet të reja, por në vendin e punës do të dëshironi të kishit më shumë liri veprimi. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.